Tani është momenti I live coachit ton Margent. Po mban hundën, çfarë po bën? Në ditët e sotme Karikua me ajër ti shok prandaj. Njën nga problemet më të mëdha me të cilat po përballemi është duhet bërë ushtria me detyrim apo jo? Gjyqje hoqim se ishte me detyrim, çfarë po thu? Një palë thot po, një palë thot jo. Kush janë këta që thon po më? Një herë thon duhet disiplinë, një herë thon është e padrejtë. Njëri thot ushtria I bën burrat burra. Po se mund të bëhen edhe gra në fakt, kështu që duhet ushtria po. Tjetri përgjigjet. Po pse? Gratë çfarë janë? Ku është ky tjetri? Po, kuzhina I bën gratë gra. Njëri thot na duhet një brez I fortë. Tjetri thot un kam alergjinë nga pluhuri, si të bëj stërvitje? Ne po. Po si I bëhet? Kush do luftoj? Eve, kush? NATO ja ka rënë në gjumë. Fat keq. BE-ja po të kuret gjithmonë më shumë dhe se cilin nga shtetet shikon prapanicën e vetë. Po pra. Sa thilli pas këtyre kësaj radhe. Po ne ç'të bëjmë? Prapanicën e kujt të shikojmë? Duhet patjetër të thonë. Duhet shikosh një po. Sa thonë që nëse nuk bëjmë ushtrim me detyrim, të rinj do bëhen dembel dhe të padisiplinuar. Po, kështu thonë. Kjo është e vërtetë. Thonë se në fakt kohët e vështira krijojnë njerëz të fortë. Po. Njerëzit e fortë krijojnë kohë të buta. Dhe kohët e buta krijojnë njerëz të dobët. Po. Çfarë duhet bërë si përfundim në këto kohë? Ne pra. Të krijojmë njerëz të fortë, po. Si të krijojmë njerëz të fortë në këto kohë? Ne pra. Shumë vështirë është. E thjesht. U çka e thjeshtë. Duhen rrahur fëmijët që të vegjël. Ça zgjidhje është Që kjo? të mësojnë me disiplinë. Je në rregull, ai je në rregull. Duhen rrahur edhe kohë. Ka mundsi ta mbaj mirë atë. Mjafton të forcohen. Iqa prizën këtë iqa. Po, prangat do ti prangat.